Përfaqësues të Partisë Demokratike e interpretuan aktgjykimin e gjykatës kushtetuese si dokument që ju dha të drejtë pretendimeve të opozitës së mandatit të kaluar lidhur me propozimin e kandidatit dhe mënyrën e votimit për kryetar të kuvendit. Deputeti i PDK-s Përparim Gruda nëpërmjet një konferencë shtypi të shtunën tha se subjekti i tij konsideron që me këtë aktgjykim kushtetuesja e detyroi lëvizjen vetëvendosje të gjejë konsensus për t'i bërë zgjidhje bllokadës. Grupi që ka drejtën me propozu është i detyruar mos me blloku kuvendin, por me realizu konsultim një besim, me bë konsensus, me kriju konsensus edhe bë kompromis me qëllim të arritjes votave. Në asnjë fjalë nuk i ngarkohet asnjë detyrim partive opozitare, grupeve të tjera politike. Kjo është mënyra që duhet të shihet ky aktgjykim. Asnjë gjykatë tjetër evropiane nuk mundet me bë më shumë se katë serim. E përfaqësuesi ligjori i PDK-s Faton Fetahu vlerësoi se gjykata konstatoi gjithashtu që nuk ka pasur bazë kushtetuese. Mënyra se si kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari e ndryshoi rendin e ditës për ta përfshirë votimin e fshehtë për kryeparlamentaren. Rendi i ditës i seancës konstituive nuk mund të ndryshohet, pra është i pandryshueshëm pas fillimit të seancës konstituive. Nuk ka të drejtë askush të vendosë një votim të fshehtë pa një bazë kushtetuese dhe pa një procedurë të dakorduar paraprakisht. Dhe cila do të ishte procedura e dakorduar paraprakisht? Nëse kryesia e vjetër, që ka mandat për të përgatitur seancën konstituive, do të dakordohej që si shtesë e rendit formal që përcakton aniteti rregullorës. Por në vetëvendosje e kanë interpretuar ndryshe aktgjykimin. Sipas përfaqësuesve të LVV-s, gjykata nuk e ka vlerësuar kundër kushtetues votimin e fshehtë dhe përgjegjësinë për arritjen e konsensusit në konstituim të kuvendit ua ka faturuar të gjitha subjekteve politike e jo veç grupit më të madh parlamentar. Konferenca tjera.